U dha alarmi për shpërthim zjarri e nxënësit së bashku me mësimdhënësit e tyre filluan të dalin nga shkolla e mesme teknike në Gostivar, por disa nga ato mbetën të lënduar. Zjarrfikësit dhe ndihmë e shpejt dolën në teren, së bashku edhe me institucionet e tjera kompetente për intervenim në rast fatkeqësie, duke evakuar nxënësit dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle. Pas dhënies së ndihmës së parë, disa nga të lënduarit u transportuan me autoambulancë në spital. Fatmirësisht e gjithë kjo pamje ishte simulim dhe as pak e vërtet. Bëhej fjalë për një projekt bartësi së cilit ishte Këshilli Lokal për Parandalim, ku ka trajnuar nxënës e mësimdhënës të kësaj shkolle, se si mbrohen dhe ndihmojnë të tjerët në rast të ndonjë katastrofe natyrore. Simulimin nga afër e ka ndjekur kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, i cili potencoi se mbi këtë projekt kanë marrë pjesë të gjitha institucionet relevante lokale, të cilët i ka falendëruar për realizimin me sukses të njëjtit. Organizuam këtë simulim për një fatkeqësi në një shkollë të qytetit tonë. Besoj se nxënësit nga afër panë se si duhet të veprojnë në qoftë se ndodh në një fatkeqësi e tillë, po jo vetëm nxënësit, edhe të gjithë të punësuarit si dhe ne. Kështu që mendoj që kjo do të jetë edhe një mesazh, por edhe një praktikë e mirë se si duhet të veprojmë në raste të këtilla. Limani deklaron se pothuajse të gjitha shkollat publike të Gostivarit janë me hyrje dalje emergjente në rast fatkeqësie, si dhe janë të pajisura me aparaturë adekuate për intervenim emergjent. Po, tash veç kam edhe një komision i cili kontrollon të gjithë shkollat, edhe ato të mesmet edhe lokalet, edhe shkollat në Gostivar në përgjithësi janë mirë të përgatitura për Zoti mos dash për kësi lloj fatkeqësie, por do të punojmë edhe në të ardhmen që niveli i sigurisë të rritet edhe më tepër. Bashkëpunimi ndërinstitucional në rast fatkeqësie shumë i rëndësishëm, vlerëson Besnik Zeqiri, drejtori i Spitalit të Gostivarit. Ai apelon që simulimit të kësaj natyre të ketë sa më shpesh. Kjo është si një rikujtim, se edhe ne themi inshallah nuk ka nevojë për kështu lloj aktivitetesh, do të thonë nuk i dëshirojmë askujt që të ndodhë fatkeqësi si kjo që ju simulua sot, po duhet sa më shpesh, të paktën një herë në vit, në kështu konstellacionit të madh, domethënë sepse ka pasur edhe ju si medium e dini, më parë kemi pasur më tepër në kohën e fundit sikur kemi pasur probleme më të mëdha apo katastrofa që kanë ndodhur në shtetet fqinje, në shtetet më të afërta, po pse jo edhe në Maqedoni, por duhet menduar gjithmonë se nëse ndodh si duhet të reaguar dhe kjo është një gjë që duhet bërë në këtë konstelacion kaq të madh, spaku një herë në vit dhe posaçërisht me popullatën më të re, siç u bë edhe sot te shkolla e mesme industriale, do të të parit janë ata që duhet ndihmuar apo ata janë të parit të cilët në kështu raste fatkeqësie nuk e dinë se çfarë do dhe si duhet vepruar. Kështu që është apel deri të gjitha institucionet, që nga Ministria e Shëndetësisë dhe të gjitha qendrat tjera që i cekën, që kështu lloj simulacionesh duhet të ndodhin më shpesh që Zoti më dhash kur të ketë katastrofa të llojeve të tilla, të jemi të gatshëm dhe të dimë se si të veprojmë. Evakuimi u realizua me sukses dhe në kohë shumë të shkurtër, duke larguar nga shkolla mbi 200 persona, thekson Bekim Ismaili, udhëheqës i njësisë rajonale për mbrojtje dhe shpëtim në Gostivar. Ne si drejtori për mbrojtje dhe shpëtim ishim të angazhuar në evakuimin e personelit arsimit edhe nxënësve, ku e përgëzoi ekipin e drejtorisë, ku në një kohë rekord mbi 200 nxënës për disa minuta evakuuan në zonë të sigurt. Është element shumë i rëndësishëm evakuimi, pasi do të ndiqen të gjithë procedurat, mos ketë lëndime, në raste reale fatkeqësitë më të rënda ndodhin në procedurën e evakuimit. Organizimi i institucioneve në rast fatkeqësie shkon përmes shtabit lokal për parandalim, thonë organizatorët. Projekti, sipas institucioneve pjesëmarrëse, ka për qëllim që koordinimi të jetë në të ardhmen në nivel edhe më të lartë, ndërsa paralajmëruan se me simulime do të vazhdojnë edhe në shkollat e tjera. Ka më parë, simulim të ngjashëm kishte në shkollën fillore Mustafa Kemal Atatürk.